Ish kryetari i Partisë Demokratike Dega Lushnjë dhe kandidati për deputet, i cili doli i pari në primare në qarkun e Fierit, Eduard Sharka, në një intervistë për televizionin 4+, tha se është hera e tretë që kandidon për deputet dhe kjo është e treta e vërteta e kauzës së tij që me besim do ta fitojë. Është e treta herë. Kam kandiduar në 2013, në 2021 isha i teti në listën e koalicionit djathtë. Tani jam i pesti. E treta vërtet. Unë kam kauzën time. Unë jam formuar për administrim publik. Në administrim publik, kur ishte administrim total, sepse kam marrë shkollën para 19-s për ekonomisë plani. Kam bërë një master për administrim publik, kështu që është pasioni im administrim publik. Unë mendoj që jetojmë në një vend që Zoti ka dhënë shumë çka, pasuri natyrore e tjera, dhe jemi në këtë nivel të zhvillimit shoqëror, të demokracisë dhe të mirëqenies për defektet të administrimit publik. Ajo që në fjalë thjeshta quhet për mungesë të shtetit, funksionimit të shtetit. Zoti Sharka deklaron se jetojmë në një regjim, në një narkodiktaturë, prandaj është jetike që të triumfojnë njerëzit me kauza. Gjithashtu ai u bëri thirrje medjave që të pasqyrojnë këtë realitet në të cilin po jetojmë. Ne pothuajse jemi në një regjim. Tashmë është pranuar dhe është deklaruar nga institucionet ndërkombëtare që jetojmë në një narkodiktaturë, mafiokraci. Ne po garojmë kushtet krejt pa barabarta. Ju i keni parë, por unë nuk kam parë thuhet në asnjë media që Balluku, përveç ushtrisë patronazhistëve që janë këtu në Lushnjë apo në qarkun e Fierit, lukuni administrate që nuk bëjnë asnjë punë në shërbim publik për cilin paguhet, por vetëm merren me shqyrtimin e votuesve për të gjetur një grapçe ku ta kapin që ta detyrojnë të marrin votën. Balluku ka sjellë dhe gjithë ministritë, dy ministrisë, aq shumë janë këtu sa që e kalojnë numrin e të punësuesve në një ministri. Kandidati për deputet Sharka është optimist për skuadrën e Partisë Demokratike të Qarkut Fier që do garojë në zgjedhjet e 11 majit, edhe pse pati debate për rezultatet e primareve. Jemi skuadrë e pakrahasueshme për sa i përket kauzës, për sa i përket kontributit në interes publik. Jemi njerëz që çdo ditë japim opinionin ton për interesin publik. Denoncojmë, japim zgjidhje, kurse në listën e kundërshtarëve tanë janë njerëz të ardhur nga hiçi që po të hapësh mediat sociale të tyre nuk gjen një status për interesin publik. Zoti Sharka e mbyll intervistën me thirrjen që qytetarët të vlerësojnë realitetin dhe ta mundin frikën, pasi Partia Socialiste nuk ka asnjë kauzë dhe figurë të besueshme. Ata nuk kanë asnjë kauzë, nuk kanë asgjë për treguar asnjë punë të mirë, por thjesht duan sërish çelësat e buxhetit të shtetit që ta vjedhin siç e kanë vjedhur këto 12 vjet. Thirrja ime është për qytetarët që të vlerësojnë realitetin.